Kuvendi qendror I Partisë Demokratike Shqiptare në prill vendosi që Kongresi I 9 I PDSH-s të mbahet më 24 maj në Pallatin e Kulturës në Tetov. Nga PDSH-ja thanë për televizionin Koha se janë bërë të gjitha paraprgatitjet për mbarvajtjen e Kongresit, duke zbuluar edhe detaje tjera. Partia Demokratike Shqiptare nesër do të mbajë Kongresin e 9 të rregull zgjedhor në Pallatin e Kulturës në Tetov në ora 12. Te ky kongres, mes 12 pikave që do të diskutohen dhe që do të jenë pjesë e punës e këtij kongresi, pikat më kyçe do të jenë zgjedhja e Kuvendit Qendror të Partisë Demokratike Shqiptare, zgjedhja e kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare dhe pika e fundit do të jetë miratimi I rezolutës të dalë nga kongresi. Ndryshe kohëve të fundit, Partia Demokratike Shqiptare me aktivitete të ndryshme kishte zbarkuar edhe në teren. Në kuadër të riorganizimit të strukturave partijake, PDSH-ja ka mbajtur kuvende zgjedhore nëpër shumë degë.